merren përsipër në kuadër të asaj që Shqipëria është duke bërë dhe në rrugën e saj në anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian? Janë fakt një sër, pra është në vetë një paket projekt ligjesh apo nismash ligjore, janë 12 të tilla. Paket projekt ligjesh, Po, janë 12 të tilla të cilat u prezantuan nga treshja me në krye negociatoren Malinda Dhuka, ministren Adea Pirdeni dhe ministrin Toni Gogu, të cilat lidhen në mënyrë të drejtë me sundimin e ligjit, me projekt ligj kundër diskriminimit, barazin, apo edhe me ato çfarë në realitet është edhe një nga pikat më kryesore që ka të bëjnë, le të themi, me pjesën e diskriminimit ndaj shtresave të ndryshme të marginalizuara në vendin tonë. Pra janë po ashtu pjesë e kësaj pakete, le të themi, me 12 nisma ligjore, janë edhe kryesisht paketa që lidhen në mënyrë të drejtë për drejtë edhe me sistemin në drejtësi apo dhe reformën në drejtësi, përfshi këtu edhe nisma që lidhen me antikorrupsionin apo me transparencën. Projektligjet për sa i përket antikorrupsionit dhe transparencën u prezantuan në mënyrë të drejtë për drejtë nga ministrja Pirdeni, e cila është edhe në fakt ministrja përgjegjëse për antikorrupsionin, e cila vuri theksin tek rëndësia e zbatimit të tyre, por dhe rëndësia e miratimit të tyre. Nga ana tjetër, pavarësisht të gjithë debateve, ajo çfarë vlen të theksohet është edhe forca, në një farë formë apo roli që në vetvete do të ketë edhe opozita, pasi krahas asaj çfarë në realitet Shqipëria do duhet të miratojë, pra janë një sër ligjesh. Këto janë 12 ligjet e para, po janë mbi 38 që do duhet, pra projekt ligje që janë të kërkuara nga Bashkimi Evropian për këtë sesion të ri parlamentar, pra janë 10 ligje që do duhet të miratohen, por që nga ana tjetër vlerën më të madhe marrin nëse këto do të mund të miratoheshin edhe në konsensus me opozitën, pavarësisht se votat si projekt ligje për të miratuar i ka majoranca aktuale, pra ka 83 mandate. Në të tillë situatë, me rëndësi të veçantë mbetet për të parë se çfarë do të ndodhë me ligjet e paketës në drejtësi apo sistemit të drejtësisë, pasi është edhe një nga paketat apo më të diskutuara, pasi akuza ngrihen nga opozita dhe për ndërhyrje. Është prioritare apo jo? Janë prioritare, pra shko sa janë 12 nismat kryesore, këto të parat që tashmë po... Diskutimat do të kryejnë të gjitha, por nëse marrim sipas radhës në thonjza për nga rëndësia, që ndron paketa që ka të bëjë pikërisht me çështjet e antikorrupsionit? Pikërisht, këto janë, sepse nëse ju referohemi, pra janë këto 12 nisma ligjore, janë të parat që po hynë dhe janë prezantuar të parat në radhën e gjithë projekt nismave apo projekt ligjeve që do të duhet të miratohen në, le themi, në vijshmëri nga Parlamenti i Shqipërisë. Në fakt disa prej projekt ligjeve janë në konsultim, disa të tjera pritet që të hynë në konsultim publik dhe në sajt rezultateve, por edhe të gjitha saj, në thonjza, ndihme që mund të jepet edhe nga faktori, le themi, shoqërisë civile dhe jo vetëm për këto projekt ligje, mund të adresohen edhe, le themi, problematikat të caktuara për sa i